Varet se çfarë kanali shikon. Nëse shikon kanalet ultra radikale që nuk kanë shumë shikueshmëri si MSNBC, si CNN, vazhdojnë nazist, fashist, çmime shumë të mëdha dëshkotrare të Amerika. Nëse dëgjon Fox News, Newsmax, është diçka që më në fund Amerika nuk do të lejojë që të huaj të përfitojnë kurrë të saj në disbalancën e madh të tregtisë. Por askush nuk e di për shembull i cili është një ndër më seriozët Kush? thotë që ka një lloj kur dëgjon Bloomberg. Bloomberg është një karagjoz i majt, nuk është serioz, ke gabim. Problemi është ky që teknikisht mund të rriten çmimet. Sepse kështu ka funksionuar faktikisht këto nuk janë tarifa reale. Tarifë jo kam thënë është kur mbron një produkt të vogël. Zoti Trump kërkon të zhvendosë gjithë tregtinë globale, të mos jetë më në kurrizë të Amerikës dhe u haje atë 36 trilion. Nëse shikon atë kartën që nxorja i dhe nëse janë të sakta sepse Trump nganjëherë dhe kalon jo të vërteta faktet, ti bindesh nëse Japonia të vendosë 160% tarifa, përse të mos vendos Amerika 40%, nëse Evropa të vendos 30-40%. Kjo është logjika. Por mund të ndodhë që të rriten çmimet për çastin, mund të ketë inflacion. Tregjet e Wall Streetit u goditën. Pra Trump është vendosur në një kënd të madh, ka sulme të mëdha. Tani au çmend Trump që të psoj në këto momente kur ka filluar 100 ditë pushtetit të ketë ulje të madhe të stokut dhe rritje të çmimeve, sepse fundit votuesi amerikan për këto që. Ajo që duhet të them që një fakt që më gëzoi është që Serbia ka 37%, Maqedonia e Veriut 36%, Shqipëria e Kosova 10%. Por ne nuk kemi në një eksportim të madh. Në fakt tarifa është një taks. Zoti Trump duhet të kuptojë që ai që goditet jemi ne, konsumatori. Ai kërkon që pasurinë, wealthin nga konsumatori ta kalojë tek bizneset dhe te një grup punëtorësh që janë të mbrojtur nga këto tarifa. Por kjo do ta kthente Amerikën në vitet 50-60 sepse do të mungonte konkurrenca. Konkurrenca e bëri që të ecë të lëzonte ekonomia amerikane. Kur filluan makinat japoneze që të hynin në këtë treg, po të mos kishte pasur konkurrencë, makinat amerikane do të kishin dalë jashtë loje të gjitha. Unë sot mëngjes, kur shkoja për Longalën me makinë, duke ngarë makinën, kot për kuriozitet pash sa makina të huaja kanë në autostradë. Janë më shumë se 90%. Amerikanët duhet të bëjnë makina më të mira. Nuk është problemi i gjermanëve që pengojnë makinat amerikane, është dhe diçka tjetër, nëse BE-ja vendos 3% tarifa, por me vatin që është 22% shkon 25%, kjo është taks e shtuar. Është një gambling i madh që zoti Trump po bën, mundohen ta mbrojnë këshilltarët e tij, por siç e thash, nga e majta është sulmuar fort. Po vendos një bast me ekonominë botërore. Po pa diskutim është një lloj hakmarrje që kërkon të bëjë me të gjithë. Por kjo mund të sjellë që për shembull ai ka thënë do të thaj kënetën në Washington. Ka shumë drejt. Nëse ti vendos tarifa, do të shtohet numri i lobistëve, pra do të shtohet këneta me këta që do të kërkojnë të lobojnë tek Senati dhe Kongresi, sepse ai la një hapësirë që të gjithë liderët mund të më telefonojnë për të bërë deal, për të patur një ulje. Apple ditën e djeshme ra me 16%. Po, stoqet kanë të gjitha. Po, stoqet ranë të gjitha. Tani pyetja në këtë mes është, ndiqja një nobelist, Joseph Stiglitz, por kishte edhe të tjerë, të cilët po flisnin sa i përket tarifave dhe çështjeve të ndryshme, vendimeve që po merren. Stagflacion thotë një pjesë. Është ajo dhe ajo mund ngjas. Dhe ajo mund ngjas. Të gjitha janë naif. Të gjitha janë naif. Sepse në fundit ai është on and off. Trumpi e ndjen, nëse do të vazhdojë ulja e stokut, ai është njeriu që është mbështetur tek suksesi në stok. Dhe nuk besoj se do ta mbajë, do filloj do të bëjë ulje. Ndaj thot presin telefonata. Problemi është që fakti është që të tjerët i vendosin tarifa Amerikës. Amerika është një ekonomi shumë e madhe, të tjerët kanë ekonomi të vogla. Por në këtë çast, nëse ti sillesh kështu, pra Trump sillet si një Cezar, ai që përfiton është shija i Kinës, sepse Kina mund të afrohet menjëherë me mallat e saj, si me BE-n. Kjo ndodhi mandatin e parë me Brazilin, kur i vendosi tarifa, okej, tha Brazili do të marr malla nga Kina. Pra është, e them edhe një herë, është një gambling i madh. Trumpi ka dy mënyra. Ose do të dështoj, dhe do të humbazë midtermin, për një vit mbaron çdo gjë, ose do të jetë i suksesshëm, por është diçka që ka ndodhur në vitin 1910. Nuk mund ngjas tani.
Në qoftë se Britania e humbi pushtetin ekonomik mbas luftës së dytë botërore pikërisht nga këto gjëra, Amerika i fitoi duke hapur tregjet. Po e njëjta ekonomi. Dakor, po nuk është po e njëjta ekonomi. Jo, Britania ishte ekonomia më e madhe në botë në atë kohë dhe u shkatrua. Pra, shkatrimi fillon nga një çast, nga një vendim mbas edhe i gabuar. Problemi është ky, që Trump e pëlqen këtë lloj veprimi, janë ata këshilltarët privat që i thonë, sepse është një vendim që e bën vetë. Nuk ka kufizim as nga Senati, as nga Kongresi, dhe si narcisist që është ai gëzohet ta bëjë këtë. Dhe nuk e ndalojnë dot. Gjithë këtë fuqi, ku e gjen? E ka. Për të vënë pas të gjithë ekonominë e botës. Presidenti amerikan është i mbret, ka fuqi të mëdha, nuk i dinte mandatin e parë, me urdhrat ekzekutiv bën çdo gjë. Por fatmirësisht sot në Kongres është propozuar një ligj për të kaluar që tarifat të mos kalojnë pa miratimin e Kongresit dhe të Senatit, duhet njoftohet Kongresi dhe Senati 48 orë përpara dhe brenda 60 ditëve duhet marrë aprovim. Nëse kalon ky ligj, është njësoj si ligji i vitit 73, kur presidenti nuk mund të dërgojë trupa ushtarake jashtë Amerikës pa marrë miratimin nga Kongresi. Pati një rezolut dje në Senat ku 4 republikanë u bashkohen me demokratët për të ndaluar tarifat me Kanadan. Por që të bëhet ligj duhet firmoset nga presidenti. Që ta kthesh pas presidentin do duhen 60 vota në Senat. Mbase mund të jenë këmbane që mund të zgjojnë Senatin. Deri tani Trump ka bërë çfarë ka dashur. I ka luajtur këto 2 muaj me tarifat, on and off. Po në qofse fillon dhe nënçmon dollarin amerikan, pasi eksporti në vetvete duhet të ketë dobin që të ketë një dollar të nënçmuar, që të gjithë fillojnë dhe të blejnë në Amerikë. Ai nuk e do. Trumpi gjithmonë ka dashur dollarin e dobët, sepse është në real estate, do që të ketë. Çfarë i pengon sot ul që të shkojnë tek jeni kinez? Nuk ka problem. Ato nuk e lejon të jesh i sigurt. Problemi është Trumpi nuk kërkon që të shesi prodhime amerikane. Trumpi kërkon të bëhet, të izolohet. Ne nuk kemi nevojë të blejmë më shumë se ç'duhet nga ju, të balancohet tregtia, se është diferencë shumë e madhe. Ideja e tij afat gjatë ka kuptim. Pra teknikisht makinat të prodhohen në Amerikë. Se nëse ti Hyundai e prodhon këtu nuk ke tarifa, nuk ke taksa. Por këto kërkojnë investime shumë të mëdha dhe nuk mund të bëhen me 1 muaj ose me 2 muaj. Sepse ti në politik mund të luash me një herë po, një herë jo. Por korporatët, bizneset do të rriqen, pra nuk do të ketë investime, do të ketë kjo të çon stagnacioni që thoni, do të ketë papunësi, rritje dhe dollari do të ulet. Nuk besoj, kjo ekonomi është vetë korrektuese. Nuk ka zot as Trumpi vetë që të kaloj, domethënë